Shkruan Mero Baza. Reagimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zgjedhjet e 11 majit, duke uruar kuvendin e ri dhe duke u angazhuar për vazhdimin e partneritetit të ngushtë me Shqipërinë, mund të ishte vonuar disa ditë nëse Berisha dhe agitatorët e PD-s nuk do të fillonin të bënin budallallëkun e amplifikimit mungesës së reagimit si mbështetje për Sali Berishën. Administrata e re e presidentit Trump natyrisht që ka një qasje të re politike ndaj botës, edhe në disa vende ka shkaktuar aq shumë trauma nga raportet klasike me SBA-t, sa të gjithë po flasin për një rend të ri botror. Për fatin e Shqipërisë, SBA konfirmoi vazhdimin e partneritetit me Shqipërinë, duke uruar zgjedhjen e parlamentit të ri dhe duke konfirmuar kështu edhe identitetin e ri politik të SBA-ve në udhëheqjen e Trumpit si dhe njohjen e mbështetjen për pushtetin e ri në Shqipëri. Dhe kjo është më e rëndësishme se sa preferencat politike për parti të veçanta në Shqipëri, të cilat për fat nuk i ka. Në shumë vende të tjera, SBA e re ka ndërhyrë brutalisht në zgjedhje. Mjafton të kujtojmë Gjermaninë dhe Rumaninë, ku zëvendës presidenti i SBA-ve u angazhua drejt për drejt në mbështetje të partive të ekstremit të djathtë kundër establishmentit. Po ashtu marrëdhëniet transatlantike kanë pësuar krisje të rënda dhe shqiptarët janë kombi me gjak të ngrirë nga kjo botë e re që po sjell politika amerikane. Siç e theksoi së fundmi zëvendës sekretari i shtetit Christopher Landau në Dayton, SBA nuk është e fokusuar te sherrret e brendshme politike në Shtetet Aleate, por te objektivet e saj strategjik. Aktualisht Aleanca që shliroi Kosovën në 99-ën ka vdekur dhe askush nuk do të guxonte sot ta bënte një gjë të tillë. Fakti që SBA konfirmoi vazhdimin e partneritetit me popullin shqiptar është një sinjal i rëndësishëm pozitiv për Shqipërinë dhe shqiptarët në rajon, pasi duke mos qenë realisht një faktor i fortë ekonomik apo ushtarak në rajon, mund të dilnim jashtë listës së prioriteteve. SBA ka aktualisht prioritet zhvillimin ekonomik dhe betejën kundër krimit të organizuar dhe terrorizmit. Gjithnjë më pak është në fokus debati mbi demokracinë e brisht apo dominimi të drejtave të njeriut mbi stabilitetin dhe sovranitetin e një vendi. Edhe në këtë aspekt Shqipëria dhe Kosova rrezikojnë të jenë vende të parëndësishme për Amerikën e re, por për fatin tonë jemi ende në listën e aleatëve të tyre si shtet dhe si komb. Amerika konfirmoi se nuk i interesojnë sherrret lokale në Shqipëri, as lobistët e saj që marrin pagesa aty. Ata konfirmuan se ne jemi në listën e tyre dhe ky është një lajm i madh. Pal Berishës u kujtuan ta bëjnë në kokë këtë deklaratë dhe duhet ja njohim këtë me rik budallallëkut të tij të fundit, jo atij të mëparshmit me $6 milion.